to the beginning. Ju përshëndes të gjithëve, ashtu sikur se zakonisht do të jente pak pas orës 22 deri në orën 23 në programin e përjavshëm Back to the Beginning në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital në Tar TV. Për të gjithë ata që e humbasin premierën e programit, ju kujtoj që ai është i aksesueshëm në kanalin zyrtar të Top Albania Radios në YouTube më njëherë të nesërmen e transmetimit premier. Ju e dini që ky është një kthim pas në kohë dhe në fakt me kthimin pas në kohë të personazheve të njohur të jetës publike në vend, un kam një back to the beginning edhe të kohës time, edhe të raporteve të mia, sepse siç e dini këtu do të më pas një marrëdhënie personale për të kthyer pas në kohë. Për kujtimet duhet më shumë se një njeri, ashtu si kundër për tangon duhen dy persona ta kërcejnë. Duhet të ketë qenë fundi i vitit 2008, ndoshta fillimi i vitit 2009, kur krejt rastësisht me miq të përbashkët në dëshira të reja për të provuar gjëra të reja. Jo nga ato gjëra të reja që mendoni ju, si edhe me risk, përvoja të reja. Më folën për një angazhim që po quhej rinia aktive. Unë i kam qëndruar gjithmonë larg politikës, nuk kam pasur asnjëherë qeft me të, sepse gjithmonë e kam menduar si një fushë e cila të skllavëron edhe njerëzit të cilët kanë lindur për të qenë të lirë, i qëndrojnë larg. Por rinia aktive ishte një organizëm të rinj, të cilët me forcë, me dëshirë, me vullnet, me njohje, me network, kanë bërë gjëra shumë të bukura. Unë uraj kujtime të paharrueshme nga takimet në komunitetin rom, në disa familje të cilat nuk e dinin as sa vjeç ishin, për shkak se ishin të paregjistruar në certifikata familjare, disa punë vërtet shumë të bukura. Dhe nuk e besoja dot, isha xheloze në kuptimin e mirë të fjalës, që më themeluesi i rinisë aktive në atë kohë, Dritan Broka, më i vogël se unë, po kishte këtë mësymje suksesi dhe unë isha thjesht pjesë e këtij suksesi, por jo se kisha ndonjë merit të veçantë në themelim. Derisa më vonë erdhi Akademia Elita Politike, nga një panel intervistimi për studentët e të ardhmes në akademi, duke qenë lektore për disa vite me radhë dhe ruajtë aty kujtime të jashtëzakonshme. Djali i vogël, ose jo i vogël, po i ri me ëndrat e mëdha, Dritan Broka është në studio me mua. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se gjej, faleminderit ftesën. Shkove dhe ti kështu larg në kujtimet e 2009-s? Shumë, e vërtet. Unë kam qenë shumë e vogël, ti ke qenë edhe më i vogël. E vërtet. Jo që kur erdhi ftesa atë po mendoja, u ktheva në kohë. Dritan, cili ka qenë njeri i familjes tënde ose i të afërmit të tu që i ka pëlqyer projektori, pra i ka pëlqyer vëmendja, i ka pëlqyer komunikimi, apo dole ti ashtu me si unë, edhe unë ashtu kam dalë. Unë edhe prindit familja ime, vllai, motra nuk kam fare qef projektorin. Në fakt askush edhe unë, pavarësisht mami është marr pak me angazhime, në shoqëri mund të themi, në vitet e saj të rinis, po askush nuk ka qenë në ekran ose që mund të ketë qenë aktiv. Kështu që mendoj se te familja ime jam i pari, te familja ime vogël, Te familja ime vogël. Te familja tek fisi pas e kam Jorkin që është portokallia, Jorke Broka. Apo dhe individë të tjerë që janë jashtë sot dhe që merren qoftë me letërsi, qoftë me botime apo me në fusha mund të themi deri diku publike. Kur të tek të merreshe me veprimtari publike? E di, në fakt është histori shumë interesante. Kur jam në shkollë të mesme, i kanë Amerikë, i kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Isha te masa i vogël, 18 vjeç, edhe ishte një histori e veçantë, atje më pëlqeu shumë jeta në fakt. Ishte një shoqëri e lirë, ato parti që bëheshin nëpër shtëpi, marketingu, bota, si jetoj biznesi, ishte diçka komplet ndryshe edhe nga sot, jo më në Shqipërinë asaj kohe. Dhe mua më pëlqeu shumë. Dhe kisha disa ftesa. Kisha ftesa nga çunitezes, bilës dhe konsulli i ambasadës amerikane këtu, Kurika, tha ne po ta japim vizën, po bëjmë një përjashtim, sepse në këtë moshë ne nuk japim vizë, por më tha, nëse ti do të studiosh, mos e thyej këtë vizë, hajde këtu se do ja japun vizën për studiuar në Amerikë. Unë nuk kisha kërkuar asgjë në atë kohë. Por jeta më pëlqeu shumë. Dhe në fakt kur u ktheva, i vura disa kushte vetes. Thash ose do ikin në Amerikë për të studiuar, për të punuar, për të jetuar, ose do kthehem në Shqipëri dhe do angazhohem fuqimisht në shoqëri. Do të një model të asaj jetës atje këtu. Do të një lloj modelit të asaj jetës atje këtu. Dhe në fakt atë bëra. Mundova u angazhova, pak u futa në fillim fare në fresh.
Sigurisht një strukturë e gatshme që të mëson. Dhe shumë e madhe në atë kohë. Dhe më pas mund të themi që organizata më e madhe apo nisma më e madhe ka qenë Forumi i Rinj Aktive, që ne kemi qenë bashkë në atë forum, ku 100 ditën e parë të saj pati një lloj mbështetje shumë të madhe, hapja në Pallatin e Sporteve Asta Rusi në atë kohë, qindra e mira individ, jo vetëm ditën e parë, po në të gjithë vrimtarinë e saj me aktivitete nga më të ndryshme kulturore, sociale, deri te protestat, projektet, programet e tjera. Ky ka qenë fillimi, mund të themi. Këtu filloi gjithçka, më pas gjithçka vazhdoi me 10 aktivitete në fusha të ndryshme, mund të themi. E di çfarë më vjen keq që nismat për rinin, sa do të suksesshme që të jenë, sa do të bukura që të jenë, vjen një moment që në këtë vend vdesin. Pra, nëse nuk e mban dritani që e themeloi, që tani ndoshta duhet të merret me diçka tjetër, se mund të jetë bërë burr dhe nuk është më çuni e saj kohe. Nuk trashëgohet dot. Çfarë e pengon në optikën tënde një të ri të marrë angazhime, sepse nëse nuk merr angazhime, nuk kërkon dot llogari, është gjithmonë i përdorshëm në fushat elektorale e të tjera si këto. Në fakt janë disa arsye për mendimin tim. Së pari, këtu çdo strukturë lidhet me individin. Kjo është ndër pikat problematike që ne kemi. Identifikohet me individin, partitë, organizatat, shoqatat, ku diun, bizneset, çdo entitet. Fatkeqësisht, ndryshe se sa ndodh jashtë. Jashtë nuk ndodh, sepse jashtë një institucion është brendi. Është brendi, që ka kush e përfaqëson. Për një 4 vjeçar mund të ketë, mund të themi, një strukturë, për një 4 vjeçar ka një strukturë tjetër, individët ndryshojnë, figura ndryshojnë, por aman brendi dhe filozofia ngelet e njëjtë. Edhe ai vazhdon me 10 vite, i kam shumë qejf. Pra në Shqipëri problemi parë është ky. E dyta ka një problem tjetër që ndoshta vjen nga komunizmi, që pjesët vullnetare janë zbehur shumë dhe shihen ndoshta si reminiscenca të së kaluarës. E dal kohë. Si pikë e dytë. Dhe e treta pastaj është që sot është futur shumë paraja. Dhe gjithkush shef gjithçka për para. Dhe janë larguar pak nga kjo pjesa vullnetare. Këto janë 3 pikat kryesore, mendoj që. E cila, patjetër që shiko, çdo mund duhet shpërblyer, po kur ti je i ri dhe je i paaft, ta kuptosh një herë së pari a mundesh ta bësh një gjë. Dhe nëse nuk e provon vullnetarisht, që edhe nëse gabon nuk ka kosto të jashtëzakonshme që lidhen me financat. Edhe pastaj ti mëson nëse do të bësh këtë dhe a mundesh ta bësh, sepse ne po dalim nga bankat e shkollës me 10, gjithë, dhe kur vjen puna, përvoja e punës është një përvojë krejt tjetër me përvojën e studimeve. Kështu që më vjen keq sepse duket sikur kanë vdekur ëndrat e dëshirat. Është provoni, futuni orë edhe vullnetarisht. Jepini kohën tuaj se merrin këmbim shumë saq. Provoja, është shumë e rëndësishme sot. Rrjeti është diçka që sot nuk ka të shitur e të blerë. Rrjeti sot është një ndër fuqitë më të mëdha, mund të themi, në botë. Provoja që ti merr në çdo fushë të caktuar. Provoni sa më shumë fusha dhe pastaj caktoni, mund të themi, atë që doni të bëni në jetën tuaj. Caktoni hartën e jetës tuaj. Pa provuar ti nuk mund të caktosh asgjë. Unë kam dhënë tek elita politike me mira orë leksione. Unë jam mësuar që njerëzit të më identifikojnë për shkak të radios ose televizionit në rrugë, ta dinë që kjo është ajo kozeta e televizionit. Por një nga kënaqësitë më të mëdha, sigurisht nuk i mbaj mend të gjithë, ne kemi qarkulluar me qindra studentë për çdo vit. Mira. Por nuk e ke idenë çfarë lloj lumturie është për mua dhe si është puna e energjisë më larg se përpara disa ditësh në një aktivitet të jetës së natës, më del dikush në mes të errësirës së dritave dhe të thotë zysha sa u kënaqa kur të pash. U përpoqja ta identifikoj, po sigurisht nuk e mbajta mend, po ne kemi qenë tek elita. Pra pavarësisht se nuk është ky fokusi publik, ti përsëri lë kujtime, ndërton marrëdhënie, aq shumë certifikata sa janë firmosur, aq shumë njerëz sa kanë ardhur. Marketing, menaxhim, komunikim, administrim publik, nuk di sa, pafund. Por edhe kjo për një kohë të gjatë bëri ciklin e vet, Dritan. Në fakt 12 vjet u bën. Çfarë kërcënoi këtë? Konkurenca apo cikli i kryer tashmë? Jo, unë mendoj që rrjeti do vazhdoj.
unë nuk do jem në krye të elitës. Pra, ky problemi i identifikimit të individit. Krye të elitës, sepse për mua u krye cikli, për mua personalisht, po mendoj se elita ka qenë, jo mendoj, po ka qenë shkolla e parë ose akademia e parë profesionale në Shqipëri, dhe sot që kemi disa muaj që nuk kemi hapur kurse. Dhe ka kërkesë pafund nga individ të ndryshëm, të cilët po kërkojnë të jenë pjesë, ndoshta edhe ata të cilët kanë qenë për t'u rikthyer. Për një modul tjetër, për një kurs tjetër. Një alumni mbi 20.000 individ është universitetet dhe sot nuk e kanë këta alumni, jo më akademitë profesionale. Patjetër që secila ka një cikël, por unë mendoj që çdo strukturë duhet të ketë një ndryshim në brendësi. Dhe ne prandaj kemi markohen për elitën që të bëjmë një ndryshim të madh, të vihet një dikush tjetër në krye të elitës, që në fakt akoma nuk është se e kam zgjedhur, por që duhet të jetë dikush që është me botë, me dëshirë, me atë forcën që jep për ta realizuar. Unë do të riqem. Dhe elita të vazhdoj me jetën e saj. Pastaj çofim, domethënë unë do jem aty gjithmonë për t'i dhënë ato idetë mia, për t'i dhënë atë suportin etj. Por normalisht një individ, unë mendoj që ka një cikël dhe cikli maksimal është 12 vjet afërsisht në një strukturë apo në një, dhe ti pastaj mund të triqesh dhe të shohësh gjëra të tjera apo të japësh kontributin në forma të tjera. Ore Rama, i bëri 12 vjet apo është rrugës? Të jap një shkëputje të shkurtër bisedës me Dritanin dhe kthehej përsëri në studio. Jemi në Top Albania Radio për të gjithë juve që sapo jeni sintonizuar në frekuencat tona. Ju falenderoj për zgjedhjen më optimale të mundshme që keni bërë duke na ndjekur. Unë jam Kozeta Kurti, vi në këtë transmetim çdo të enjte. Pak pas orës 22 deri në orën 23, Dritan Broka, pedagog dhe themeluesi Elita Politike është me mua. Kur po flisim për titrat e Dritanit, ne kemi një hall të përbashkët Dritan. Edhe mua kur më ftojnë ndonjëherë në studio më thonë si ta vë titrën dhe them pavarësisht se unë mund të bëj shumë gjëra, jam producente, përkthej libra, jap mësim, besoj që të gjitha këto kanë ardhur si pasojë e formimit tim në komunikim dhe media, edhe them që e mbaj shumë në kontroll titullin gazetar. Ti Dritan kush je më shumë? Është problem në fakt, kjo dhe unë e kam të problem. Në këto vite në fakt kam provuar të gjitha shumë gjëra, dhe unë. Sot kam bërë dhe një libër, që këtë viti ka vënë emrin viti i librit dhe një nisme të re në fakt, që unë jam një ndër pjesëtarët e bordit, themelus, jam i deleguar Akademia Masonike Universale, në fakt një strukturë e cila është autorizuar dhe punon për favor të lozhës masonike shqiptare. Pse kemi ne? Po ne kemi, dhe ky është viti 15, mund të themi jubileu që ne do festojmë këtë vit, dhe për këtë arsye po organizohet edhe një akademi, që është Akademia Masonike Universale, ku do ketë një qasje apo edhe një komunikim, lozha apo masonët shqiptar, mund të themi me gjithë pjesën tjetër të shoqërisë, do ketë ftuar patjetër mason nga gjithë bota, kryesisht dhe nga Italia, sepse ne kemi kontakt shumë të mirë me lozhën masonike italiane. Kjo është ajo, dhe ky është viti i këtyre dy gjërave të mund të themi të mëdha. Unë ndër vite kam bërë shumë gjëra. Biles dhe libri, kur po realizonim këtë libër, nuk jam autor, por unë kam mbaruar përveç të tjera, kam mbaruar edhe për një deg pak të veçantë që është Past Life Regression. Që këtu Shqipëri nuk është shumë e rrahur, po më shumë është e hapur në Zvicër, Amerikën, në këto shtetet e zhvilluara, dhe na doli një libër në fakt. Ta shpjegojmë pak për audiencën. Past Life Regression është një deg e cila ndërmjet hipnozës, Past Life njëherë që këtu. Past Life, ndërmjet hipnozës, ne regresojmë individët për arsye të ndryshme. Kjo përdoret edhe për shërim, mund përdoret edhe për çështje të caktuara, po unë jam fokusuar te një pjesë tjetër, te past life regression, pra te jeta e shkuar. Dhe ndërmjet regressionit, ne individin i ndryshojmë valët dhe e kalon pas në kohë. Dikush është 30 vjeç,
kalon 25, 20. Këtë që po bëjmë këtu ne kalim në kohë, ne bëjmë ndërmjet valve, në gjumë, në jo formë, mund të themi gjumë, sepse është një val alfa që nuk është as gjumi. Është një val ndërmjet gjumit dhe të qenit çuar. Dhe ne kam provuar këtë dritatë dhe nuk është se jam shumë nuk është se dhe libri që ka. Më pëlqen jeta që kam pasur në të shkuarën, që të jem sinqert. Thuhet që unë kam qenë pianiste në të shkuarën dhe kjo shpjegon shumë çka edhe faktin që më pëlqen muzika edhe unë as vetë nuk e kuptoj pse më pëlqen aq shumë muzika dhe pse jam dedikuar aq shumë, po e frikshme ishte për shkakun që ti të shkosh deri se unë deri në pyetjet që më janë bërë për vitin 2-1 pra i mbaj mend. Unë jam pyetur edhe për shkollën fillore si ka pas. Pastaj? Dhe ti nxjerr gjithçka, po. Pastaj s'mbaj fantazia. Kur futesh në këtë val, ti dhe kthesh në kohë, ti kthesh sikur je në atë kohë, në moshën 10, 15, 8, 5, 4, 3, 2 deri te barku i mamas. Dhe biles mban mend gjëra që sot ndoshta patjetër nuk i mban mend këçuar. Dhe pas të Erfi ka një gjë të veçantë që kur kalon 0, ne të kalojmë për 8 zeros. Dhe aty pastaj biles dhe personaliteti i individit shpeshherë ndryshon dhe ka patur raste që individët ndryshon kanë dalë me gjuhë të mësuar. Po nga kjo, domethënë ai nuk e dinte atë gjuhë, po them gjuhën greke dhe ka hyrë në hipnozë dhe kur doli flisë greqisht. Pra diçka tepër e veçantë. Dhe nga kjo erdhi libri në fakt, që është një libër, mendoj se është librim, se unë nuk është se unë jam autori i librit patjetër, po unë thjesht kam dokumentuar një histori të past life regression. Dhe nuk është se kam bërë ndonjë fiction ose fiction, asgjë, thjesht është incizuar një individ i cili ka kaluar në past life regression dhe incizimet siç janë është zbardhur dhe është hedhur në libër. Dhe është një histori interesante sepse bëhet fjalë për Aleksandrin e Madh. Dhe individi i cili po mirë, po si ka shkuar në past life regression Aleksandri i Madh? Sa ai nuk është sot me ne. Që ta pyesim për sot. Personi i cili ju bë hipnoza në atë rast, filloi sikur ta bëjmë bashk. Dhe unë të kaloj në një jetë dhe gjithmonë thuhet që kalon jetën që ti ke më dëshirë, jetën që ti ke më të bukur, mund të themi, se individi mund të ketë patur disa jetë ndryshme, ai kaloi në një jetë të caktuar dhe filloi të përshkruante dhe u bën hipnoza për një vit. Seanca pare, 2 e 3 me çdo javë realizohej. Najer tipi gjithkohës. Dhe në hipnozën e dytë doli që ai ishte Aleksandri i Madh dhe nxori për një vit rresht, është bërë hipnoza për një vit rresht, ka qenë mund të themi viti më i bukur i jetës time, se ka qenë një gjë jashtë normales. Ka prezantuar në detaje të gjithë jetën e Aleksandrit të Madh, dhe me pika të cilat nuk dihen sot botërisht, deri tek strategjitë e luftrave, deri te lidhja që kishte Aleksandri mund të them me hyjnorë etj. Po si mund të konsiderohet dokumentim apo duke u ballafaquar me dokumentacion dhe me fakte që tashmë janë të provuara? Jo, un kam bërë dokumentimin e asaj çfarë ka ndodhur. Pra, në një vit ka ndodhur kjo histori dhe është regjistruar e gjithë historia dhe un e kam zbardhur në një libër ku e kam shkruar. Normalisht aty kemi hequr vetëm përsëritje, kemi përshtatur ndonjë fjalë që të jetë më e kuptueshme për publikun, por thjesht e kam lënë siç në gjuhën e thjesht që është folur është thënë, është treguar në hipnozë. Dhe prandaj është një histori pak e veçantë dhe ja kemi lënë pastaj publikut që të vlerësoj, mund të themi, për pjesën tjetër. Është përkthyer në anglisht dhe gjermanisht dhe në muajin shtator ne fillojmë një tur ndërkombëtar, sepse do jemi në 15 shtete ndryshme për ta prezantuar si libër. Shpresojmë ta fillojmë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe do jemi që atje me sa di unë e kam pas përdorur hipnozën dikur për çështje që lidheshin me gjyqje, dëshmi gjyqjesh dhe më duket se për hir të drejtave të njerëzit më duket se e kanë ndërprer këtë si formulë. Është sepse mendohet që individi ka drejt dhe mos e tregoj një çështje të caktuar dhe pak ashtu si për ftërinë të dikurshëm që nëse ti rrëfeheshe nuk duhet të tregoni detajet e rrëfimit dhe për këtë arsye edhe u vran edhe unë do të bëj pyetje më të sinqertë që mundem të bëj unë, ti më njeh, unë edhe e di që unë i bie gjërave shumë kokës. Ato kuptojnë shqiptarët kur flet kështu apo thon ky pas ka shkuar në botën tjetër. Jo, tani ka filluar shumë. Domethënë sot janë hapur shumë, mund të themi, meditimi, është hapur shumë pjesa e këtyre pikave. Por prap, gjithsesi, ky libër është bërë për një auditor të huaj në fakt. Domethënë dhe prandaj ne do bëjmë një tur ndërkombëtar dhe Shqipëria do jetë pjesë, patjetër, por do jetë pak më vonë.
pikërisht për këtë pikë se këtu ka nevojë për prap jemi tek kompleksi i jashtëve. Nëse ato na pranojnë, është okay dhe këtu. Jo, atje ka patur, bires mund të themi në vitin 1988, në vitin e lindjes time, ka qenë një libër që është bërë bestseller në gjithë botën, është një autor amerikan, në fakt, Trupi vdes shpirti kthehet. Një libër shumë i veçantë, në Shqipëri ka përkthyer Timo Floko, një libër që andej ka pasur miliona shitje, jo në Amerikë, por në gjithë botë, është përkthyer me 10 gjuhë të ndryshme dhe është dokumentimi i një personi të thjeshtë, ku është realizuar nga një psikiatër, shefi psikiatrisë në një spital amerikan. Dhe bile që në vitin 88, dhe bile dhe ai para sa publikonte, ishte në atë luftën me vetveten ta publikoj apo jo, sepse në ato vite ka qenë problem. Por sot në shumë shtete tjera, siç Gjermania, Zvicra, Amerika, këto janë metoda shumë përdorura, biles dhe psikiatrit dhe psikologët, ka hipnoterapist pafund të cilët bëjnë seanca caktuara për heqjen e stresit, për largimin e mund të themi shumë problemeve që individët kanë, fobit, stres, probleme psikologjike etj, por edhe kjo fushë që është pak më shumë për qef, mund të themi, dhe kështu që njerëzit janë më të njohur andej. Këtu tani sapo ka filluar, ka disa vite që punohet, me pjesën e meditimit me këto, por prap jemi larg, kështu që duam punë. Kështu që prandaj është ideja që kjo pjesë do shtrihet dhe prezentohet për më vonë për Shqipërinë. Patjetër që do jetë në shqip, në anglisht, në gjermanisht, 3 librat e parë janë përkthyer është gjithçka gati. Thjesht janë gati që në vitin 2022 në fakt. Por që mendoj që ky është viti dhe vlerësoj që duhet jetë ky viti për ta filluar turin dhe në shtator do ta fillojmë. I ke dhënë pak kohë edhe për të organizuar. I kemi dhënë pak kohë, fillojmë në shtator. Biles të ditë kemi qenë duke u marrë me organizimet, sepse andesh pak më vështirë. Pritje salla. Në ato vendet që ne duam janë pak vende shumë elitare, të cilat do prezantohet. Dhe normalisht duhet muaj të tërë, ka kërkesa, ka protokolle, ka deri në siguracione, etj, aprovime, diun. Por shpresojmë dalë diçka e bukur dhe të tregojmë një qasje tjetër, një gjë ndryshe, sepse fakt fusha ime është biznesi, janë ligjet, kjo është koha ime e lirë, kjo është pjesa tjetër. Koha e lirë dritare që ka zënë shumë kohë. Edhe presim çfarë mund vendosim ne për shembull në këtë moment. Nuk ka se ka shumë lidhje, po me që ishim tek trupi vdes e shpirti kthehet. Po, ndoshta neve mund të vendosim për shembull kolonën zanore të filmit Ghost me Demi Moore, me Patrick Swayze. Mund të vendosim për shembull Unchained Melody ose She's Got the Wind, duket se këto të dyja kanë qenë në atë film. E dëgjojmë dhe kthehemi përsëri bashkë. Jeni në Top Albani Radio dhe në Tar TV në kanalin 10 në digital. E me qëra fjalla dritan, sa shumë evoluojnë kohët. Ja, dikur ishte radio që dëgjohet, ne kemi përbashkë dhe programe radiofonike. Tani duhet kemi parasysh që të bëjmë grim se do dalim në radio, pra po bëjmë të krejmë flokët se do dalim në radio. Dhe sa do ndryshojmë. Jeti tifoz i gjërave që ndryshojnë vazhdimisht apo je tifozit sa gjërave që duhet të kenë një farë identiteti të pandryshueshëm. Në parim, nuk po flas për radion, po në përgjithësi në parim. Unë jam patjetër ndryshimi bën mirë. Patjetër që ka pjesën e mirë të tin. Por ndryshimi duhet të jetë deri në një moment të caktuar që nuk ndryshon thelbin njerëzor, mendoj unë. Po them, sot futet AI gjithandej. Dhe me këtë frikshmëri që është futur AI në jetën tonë, është e frikshme sepse normalisht pas sa vitesh shumë nga ne mund ngelen pa punë. Me këtë zhvillim kaq të madh. Pra, unë jam dakord të kemi një zhvillim, kemi ndryshimi gjithmonë patjetër është pozitiv, por jo deri aty sa mund ta marrë dhe rolin tonë. Dhe ka një cak. Dhe bires dhe për këtë unë e kam të planifikuar një fushat, po ndoshta do ta kemi 2-3 vite më vonë, jo në Shqipëri, që do filloj dhe sepse normalisht sot është e bukur, por nesër mund të jetë e frikshme. Sepse realisht sot shumë pozicione po funksionon nga AI. Tani, po në fakt, dakord, po apo keq përdoret se në fundit AI po mbledh informacione që ne njerëzit i kemi dhënë. Pra
Që nga njerëzori ne jemi ata që e kemi furnizuar. Por në një moment caktuar ai mund të kthehet kundra nesh. Si në ato filma më të frikshëm që ndoshta dukeshin filma dhe pralla dikur, po sot mund të kthehen në të vërtet. Dhe këtë jo se e them unë, po e kanë thënë njerëz më të mëdhenj, në botë, të cilët merren me këtë zhvillim. Kam dëgjuar edhe vetë besoj që po dakord, po inteligjenca artificiale nuk mund të prodhojë inteligjencën emocionale. Dhe në fund ndonjëherë lind pyetja, po për ca gjëra, për shembull, për çfarë duhet inteligjenca emocionale? Edhe i bihet si shkurtë. Është shumë e frikshme dhe mund të prodhoj shumë gjëra. Është shumë e frikshme, është shumë e mirë deri një mas caktuar, sepse jam shumë pro që ta ndihmoj jetën e njerëzit. Nëse ajo përdoret për të ndihmuar jetën tonë, patjetër është gjë pozitive, qoftë mjekësi, qoftë për ndihmuar në pozicione apo në profesione të caktuara. Por deri këtu. Në momentin që fillon zëvendësimi, këtu pastaj është alarmi kuq. Ndoshta njerëzit shohin shumë larg këtë pjesë, por është shumë afër. Unë sot e përdor vetë chatin apo edhe shumë programe të tjera për të realizuar ndoshta shumë punë biznesin tim apo në punët që realizoj çdo ditë. Dhe është ndihmës shumë i madh dhe shumë pozitive. Sot mund të bësh gjëra shumë të bukura për një moment caktuar etj. Ndoshta kostot janë ulur shumë për një sër gjëra të caktuara. Biles po flisnim kur po flisnim për librin dhe bësh fjalë për redaktimin jo në shqip, por në anglisht dhe në gjermanisht. Dhe ka shumë programe sot që e bën redaktimin brenda 10 minutash dhe në mënyrë super profesionale, duke hedhur të tre gjuhë dhe kostoja është e papërfillshme. Blen programin i cili të japi mënyrën më të sofistikuar të përkthimit, redaktimit. Por në anën tjetër, nëse e merr një redaktor ngel pa punë. Po e vërtet është. Domethënë ka të mirën e vet, sepse mua do ma redaktoj. Ne kemi kompleksin të pranojmë që e kemi bërë me inteligjencën, por në fakt produkti është i mirë. Në fund duhet ta pranojmë që produkti është i mirë, sepse edhe përkthyesi ka pa diskutim problemet qenies njerëzore që mund të gabojë gabimit njerëzor. Pra, domethënë ka të mirën dhe të keqen e vet. I them ndonjëherë studentëve dritan, shiko, ju mirë që e përdorni ChatGPT-n edhe AI-n dhe gjithë ato me radhë, po përpiqeni të bëni ndonjë gabim manual, që mos kuptohet që ke përdorur. Si shkruani. Keni qenë në provim, dhe nëse në provim ju mungojnë ë-te, ç-te, presjet, është e pamundur që një detyrë kursi me 15.000 fjalë, të ketë gjitha pa asnjë problem. Është vërtet. Prandaj është patjetër shumë ndihmëse për jetën, patjetër në vitet në vijim parashikohet dhe shihet që do ketë një zhvillim akoma më të frikshëm, mund të themi, apo dhe më të mirë për ndihmuar në shumë fusha shoqërinë, dhe unë e shoh si gjë pozitive, sepse nëse fusim AI në mjekësi mund të ketë jo mund të ketë, po do ketë, mund të themi, shumë zhvillim mjekësia. Biles me një grup shkencëtarësh ne kemi kontakte të vazhdueshme, shihet që në vitet në vijim AI do ndikojë drejt për drejt në rritjen e jetës njerëzit. Pra, jetësia dështohet. Po, patjetër, dhe po planifikohet që shumë shpejt do prodhohen, mund të themi, mekanizma të caktuar që duke u bërë pjesë të trupit njerëzit, do rrisin jetën e njerëzit. Dhe këto janë projekte të cilët kanë filluar, por që do zhvillohen shumë vitet në vijim. Pra, kjo është gjë e mirë. Aman mund të ketë pika jo të mira që mund të përdoret. Aman dihet, çdo e mirë ka të keqen e vet, nuk diskutohet. Do shtyhet mosha e pensionit. Do dalin njerëzit të pensionit 1800 vjet. Por me këtë zhvillim kaq të madh dhe mund dalim në pension para kohës, kam frikë, por inshallah jo, shpresojmë që jo. Dhe bëjmë luftë që jo. Sapo mbushim moshën e pensionit, 1840 vjeç. Nuk e di, po do ndryshoj shumë, mendoj që do ndryshoj shumë me AI-n, me robotikën, me realitetin virtual, që të cilët po zhvillohen dhe do zhvillohen shumë 2030 e tutje, do ketë një ndryshim të frikshëm, ndoshta për mirë, për keq, nuk e di se varet si merr, po do ketë një ndryshim të frikshëm. Dritan, çfarë ka qenë dia për ty në këto vite? Domethënë, pse ke studiuar ti? Pse s'ke dashur të ushtrosh profesionin tënd të parë të ligjeve, ti je jurist në formimin tënd të fillestar. Domethënë, çfarë ka qenë kjo përmbushje me informacion, një përmbushje personale, një kuriozitet personal, një dëshirë për të ndarë me të tjerë? Në fakt, unë e shoh tani edhe nga ana. Kur vjen nga biznesi, kishe bërë
shumë gjëra të tjera. Dhe është e vërtet. Në fakt, shpesh kam investuar shumë herë në gjëra të cilët ndoshta s'më janë kthyer të mbrapsht, në pjesën e shoqërisë, të kontributeve të caktuara, por unë mendoj edhe diçka tjetër që në këtë botë është një botë që funksionon me një energji të tillë, që ti çfarë jep do marrësh. Por duhet të marrësh shumë që më pas të japësh shumë të presës dhe më tutje. Atë që e them dhe studentëve të mi, duhet lexoni shumë. Pse duhet lexoni shumë? Jo ajo këshilla rëndom që jep çdo prind ndoshta te fëmia dhe ndoshta ai pastaj nuk lexon. Por çfarë ndodhe me nëvetdijen tonë? Se ne kemi vetdijen dhe nëvetdijen. Vetdija është kjo që po flasim bashkë tani, ato memoria fashkurë të tjerë. Por nëvetdija është ajo mrekullia që ka gjithë secili. Dhe sa më shumë ti lexon, ajo memorizon dhe i fut në brendësi. Nga çdo fushë e caktuar. Dhe sa më shumë ti fokusohesh në fusha të caktuara, ajo punon akoma më shumë për ato çështje. Dhe kur ti lexon, merr informacione, etj, mendja bëhet aq e zgjuar sa fillon pastaj të prodhoj ide, të prodhoj sepse nënvetdia ka këtë fuqi. Kjo ndodh kur lexon, jo kur lexon, po shef edhe televizor, po merresh dhe me gjën celular, po pritse po la venët atje, do të thotë përqendrimi është kryesor. Sa më shumë përqendrohesh, aq më shumë merr dhe aq më shumë thith, por prandaj ja them që lexoni, fokusoni, sepse kjo nëvetdia është një thesar që ti fut dhe pastaj kjo ç'a bën? Këtë të gjithë informacionin e koordinon dhe e përdor për ty. Për të zhvilluar jetën tënde, misionin tënd, qëllimin tënd, biznesin tënd, organizatën tënde, partinë tënde, gjithçka çfarë ti ke, dëshiron të bësh apo je në vazhdueshmëri. Pra, sa më shumë merr, aq më shumë ke mundësi të japësh. Dhe këtë gjë unë kam pas gjithmonë në fakt, dhe kur u futa në pjesën e hipnozës, e kuptova dhe me shkencë që kjo që ka e vërtet. Dhe një herë të ka ndihmuar intuita, pastaj dhe më pas patjetër formimi. Dhe pjesa e formimit, por unë gjithmonë i sugjeroj individëve ikni në një trajnim. Ka sot mundësira pafund. Çdo libër është një thesar në vete, ke libra pafund, ke profesione pafund. Sot mund marrësh gjithçka nëse do. Dhe mund të bëhesh kushdo nëse ti ke dëshirë të bësh, por gjithçka ka të kohën e vet, gjithçka ka të mundimin e vet në fillimin e çdo gjëje, e rrugës. Se njerëzit duan dhe gjëra të thjeshta, duan të jemi pasur. Po si bëhesh i pasur? Po si bëhesh i pasur, duhet të jemi famshëm. Po si bëhesh i famshëm, duhet të jem këtu. Merr me atë çfarë duan të jenë, jo me rrugën si ta arrin atë gjë. Çështja është që ti duhet të formosh rrugën që të arrish tek qëllimi kryesor. Tek qëllimi. Dhe normalisht ajo çfarë sot në fakt është problemi më i madh është që njerëzit nuk i vënë qëllim vetes. Ajo çfarë i sugjeroj gjithmonë është, ore, dakord, se jemi këtu ku jemi. Por analizo veten, shif të mirat të këqijat, bëj një bilanc dhe cakto një qëllim të jetës tënde. Se sot shumë njerëz jetojnë pa qëllim. Sot për sot, tani për tani. Jetojnë tani për tani pas një lloj qëllimi. Jetojmë kot. Se kur ti nuk ke një qëllim, ti jeton kot. Vë një qëllim. Bëj një vizion, një mision, cakto këtu në pamjen tënde ku do të shkosh. Ta bën jetën më të bukur ajo. Sado që të jetë gjatë ose e shkurtër, ta bën më të bukur. Dhe në fund ditës mendo dhe çfarë do lësh. Çfarë do bësh dhe çfarë do lësh. Dhe këtu pastaj bëjtja më e bukur, merr nisma, guxon, mëson etj, po ke një rrugë të qartë. Kur ke një rrugë të qartë, ti sulmon. Megjithatë, unë besoj që ti drejtan ke dështuar herë. Patjetër. Çfarë bën një njeri që ka dështuar në një sipërmarrje ose iniciativë ose ta filloj prapë dhe të mos ndihet i zhgënjur nga fati, pamundësia, të gjitha. Kjo është një pikë kryesore që do të ketë gjithsesi rrugën e tij. Dështimi është pjesë e jetës. Nuk ka asnjë rrugë pa dështim. Unë them, forca do të jetë që nga dështimi në dështim të kalosh, të përparosh dhe të shkosh atje dhe të mësosh. Nga çdo dështim njeriu nuk do ta marrë që shumica bën këtë pjesë që sa dështon, kjo s'është për mua. Unë s'jam i Zotit. Dorëzohet me të parën. Edhe nëse të thot e mendon dhe dorëzohet patjetër dhe kjo bën shumë më mbrapa, sepse nëse ti dështon, ti harxhon ato paratë që ke ku di investuar ose ke investuar diçka, ti ke dhe ti ke harxhuar kohën, që është gjëja më me vlerë në këtë botë. Njeriu duhet që çdo dështim ta marrë si mësim. Domethënë, edhe unë biles po marr një shumë me Akademinë Elita. Në fillim fare, shumë pak njerëz e dinë fakt, Elita ka dështuar.
unë kisha një ide, domethënë më lindi ideja, kemi qenë në një lokal. Edhe isha me Arlindin. Arlindi kolegi nga më vjetrit, nga shpëntor të tanit. Dhe i thash, unë të bëj një akademi. Ai tha, ti e çmendur, ç'ide ke ti me akademinë? Në ato kohë, para 12-13 vitesh, nuk ekzistonin këto lloj strukturash. Bëj akademi do të jesh minimalisht ishe një pedagog, në ato kohë kisha lidhje me këtë pjesë. Jo, thash, do bëj akademi dhe kam komplet vizionin që si do ta organizoj. Okej. Në vitin e parë, ose më saktë erën e parë, jo vitin e parë, organizova një kurs, të cilin nuk realizova totalisht atë vizion që unë kisha. Thash do ta filloj këtë gjë. Pse? Që nga ambienti nuk ishte ambienti dur, që nga pedagogët nuk ishin ato që ishte një pedagog, nuk ishte ai që në fakt priteshe. Që nga marketingu, që nga gjithçka. Domethënë unë e fillova idenë, por pa vënë në jetë atë vizionin tim. Dhe në fakt dështoi. Era parë. Erdhën shumë pak student, deri diçka të shplar etj. Dhe në fakt Arlindi prap që në fakt është këshilltar shumë i mirë në disa raste, në pjesën më madhe të rasteve, në këtë rast më tha që ja, shef, ç'lidhje ti kishe me këtë gjën? Kush do të ishte, do sprapsej, do mërzitej, nuk do vazhdonte më. Në fakt bëra një pushim dhe mbas një viti ose 2 vitesh e riktheva idenë. Dhe ideja u rikthye te 15 kaçi, kur kemi qenë bashkë. Në panelin e rekrutimit, u mora për panelin e rekrutimit dhe pastaj përfundova me këtë mësim. Pati një sukses të papar, ku erdhën qindra individ që në kursin e parë të elitës politike, nga çdo parti e mundshme, individ të cilët nuk ishin parti, po që donin të merreshin politik në atë rast, nga shoqëria civile etj, dhe pati një sukses ndryshe nga era parë. Pse? Sepse çdo gjë ishte vënë në dorë. Pedagogët ishin turit, vendi i zhvillimit ishte i duri, marketingu dhe çdo gjë. Pra, vizioni në erën e dytë u realizua siç duhet. Prandaj ka shumë rëndësi qëllimi, vizioni, misioni dhe këto pika që unë insistoj gjithmonë për çdo njeri të ketë. Dhe shumë ish studenta asaj kohe të identifikuar, me të cilët unë ruaj marrëdhënie shumë të mira edhe sot, sepse në atë kohë distanca e marrëdhënieve tona midis pedagogut edhe studentit, për më tepër që ishim afër me mosha dhe ti s'do as të keq kuptohesh. Se dikush të shikon apo mund ta shohësh ti si simpatik ose simpatike në sytë tu, dhe kur ka mbaruar gjithçka, kur ka mbaruar ky raport i ynë i varësisë, po themi, me njëri tjetrin, unë dhe sot e kësaj dite kam disa djemë dhe vajza me të cilët ruaj marrëdhënie shumë të mira nga ajo kohë. E vërtet. Dhe me krenari e themi që sot pjesëtarët e elitës, studentët tanë janë në gjithë strukturat e shtetit shqiptar, në shtet apo dhe në privat. Sot student ke nga zëvend sekretar bashkish, deputet, drejtorish apo njerëz të rëndësishëm me vlera të cilët atë vlerë që e kanë marrë e kanë shpalosur dhe sot e kanë vënë dhe në jetë. Po ashtu dhe biznesmen të mëdhenj mund të themi që sot kanë bërë vepra shumë të bukura dhe të mira, domethënë që kanë qenë pjesë e jona dhe vazhdojnë të jenë pjesë e alumnit ton. Folëm për past life-in. Po. Në fund të bisedës, koha ka kaluar shumë shpejt, duhet të flasim për future life-in. Pra, përveç gjërave që e kanë nisur dhe e kanë marrë rrugën e tyre dhe dëshojnë dritën e jeshile sepse janë gati. Çfarë ka mbetur pa u bërë që fle në atë nën vetë dijen tënde që dëshiron që një ditë të jetë një pikë në fund të tunelit, një dritë në fund të tunelit? Në fakt, unë themi gjë interesante, që kam qenë i vogël, kam pasur të njëjtën rrugë. Dhe gjatë viteve thjesht është plotësuar me bagazh, por nuk ka ndryshuar asgjë dhe vazhdoj të jem në të njëjtën rrugë. Në fakt, në vitet në vijim, përveç që planifikoj këto që janë, që janë gja, pra viti 2016 shtatori tutje deri në 2017 do merrem fuqimisht me librin, se në çdo muaj deri në një shtet 2026 ose do bëjmë mendja atë pas 2026 deri në 2027. Ta më vërtet. Shkojmë prapë pas live. 2026 dhe deri në fund 2027 dëm çdo muaj në një shtet të caktuar për prezantimin e librit, sepse është një libër që e meriton të prezantohet te publiku dhe të përhapet. Prandaj e kam marrë këtë nisëm dhe pjesës së Akademisë Masonike Universale, që një strukturë elitare e cila shumë shpejt do fillojmë me takimet, je ftuar biles, dhe takimi i parë do jenë orë të hapura. Biles ora parë do jetë çfarë është masoneria.
një mason italian në fakt, po që jeton në Shqipëri, do mbaj një orë të hapur për të gjithë interesuarit, të cilët mund të bashkohen. Edhe për të gjithë teoricianët konspiracionistë. Okej, ndoshta edhe për ata. Për ta kuptuar më qartë që çfarë është realisht masoneria, vllazëria botërore dhe masoneria, sepse janë bërë shumë normalisht konspiracione ndër vite. Përveç kësaj, diçka që kam lënë pa bër apo që është aty te sertari im, do të merrem pak me pjesën e biologjisë dhe me jetëgjatësinë e njerëzit. Domethënë, unë do jem një ndër pjesë e këtyre ekipeve ku do investojmë kohën tonë patjetër, po dhe tjera për zgjatjen e jetës njerëzit. Pra duhet merrem pak me pjesën e ADN-s njerëzit, me pjesën e jetëgjatësisë. Domethënë kjo është një ëndër ndoshta future life e vërtet. Pika tjetër është një organizëm shumë i madh jashtë Shqipërisë, e cila do të kontribuojë akoma shumë në pjesën e demokracisë drejt për drejt. Mendoj një formë e re e demokracisë duhet përhapet në Europë, demokracia drejt për drejt, që deputetët tashmë sot është bërë shkenca, është bërë teknologjia ka zhvilluar aq shumë sa deputetët sot mund marrin, mund të them, idet, vlerësimet, propozimet drejt për drejt nga qytetari. Dhe mund të ketë një demokraci të drejt për drejt nëpër parlamentet e të gjithë Europës, botës e më tutje. Prandaj kam dhe një nisëm tjetër për këtë çështje. Por në fund të ditës kam dëshirë të kontribuoj patjetër për shoqërinë, për zhvillimin e shoqërisë, siç jam munduar të realizoj deri tani, por në shkallë ndoshta edhe pak më të gjerë dhe europiane. Bëri ç'bëri dhe u kthye aty nga dëshirat e hershme të vetat për të pasur aty do të mbaroj. Për të pasur këtë elementin politik qytetar brenda vetes. Ishim në studio me Dritan Brokun, falenderoj shumë që isha me ne. Dhe të uroj shumë suksese për të gjitha. Ishte shumë e këndshme. Do të shihemi dhe do të dëgjohemi sërish javën e ardhshme. Mirupafshim, mirë dëgjofshim.